Të gjithë ju të shënjës peshqive, mirë se erdhët në leximin e juaj të radhës dhe gjithë ata që janë të interesuar për peshqit, për njërën apo tjetrën arsye. Të dashur peshqi. Festë, gëzim, kontakt me të tjerët, socializim, kjo ja fillon me një energji shumë pozitive. Mund të kesh takime, ftesa, biseda të mira, ose momente ku ndihesh e lirë dhe më afër me njerëz. Është mirë, por nuk duhet të humbasësh fokusin. Gëzohu, shijo momentet, por mos harro prioritetet. Shilden që do të thotë burimi, ta them forca e mbrëmshme, motivimi, të dashur, kjo le të tregon se je duke hyrë në një periudhë ku energjia, motivimi dhe vullneti është duke u rritur. Nëse ke qenë i lodhur para disa javësh, tani gjërat po stabilizohen. Kjo javë është ideale për planifikim, fillime të vogla, të organizosh veten, të dashur peshqi. Pengesa është krahasimi. Pengesa, kjo letër është paralajmërim. Mos krahaso veten me të tjerët. As sot, as kur. Të dy janë ndrunjë, po secili ka efektin apo gjërat për çfarë vlerat, gjërat për çfarë vyen, duhet. Të dashur, nëse bën rezultati është dyshim, krahasojmë veten me të tjerët, humbje motivimi, shtyrje të planeve. Peshqit këtë javë mund të mendojnë, pse nuk jam aty ku janë të tjerët, apo si ai apo ajo. Por realiteti është ti je në ritmin tënd, je në rrugtimin tënd dhe ai ritëm është i saktë për ty. Praktikisht pra duhet të krahasosh vetëm me versionin që ishe dje, të dashur peshqi. Kush isha dje dhe sa rita sot? Të krahasosh atë dhe jo me askënd tjetër. Dhe rezultati i gjithë këtij leximi është kthimi brenda vetes. Kthimi brenda vetes, në fund të javës ti bëhesh më i qartë me veten. Kjo nuk është tërheqje, është vendosje e fokusit. Ti do ta kuptosh çfarë do, çfarë nuk do, kush të ndikon mirë, kush të shpërqendron. Nga kjo qetësi vjen një vendim ose një plan më i strukturuar. Nëse gjithë leximi, të dashur peshqi, ka të bëj me punë dhe para, një mundësi ose bisedë pozitive po vjen. Fokusi personal sjell progres absolutisht. Mos e hup energjinë duke parë çfarë bëjnë të tjerët. Nëse ka të bëjë me dashuri, nëse je në lidhje, më shumë afërmitet, më pak supozime. Nëse jeni single, dikush mund të shfaqet, por ti do e vlerësosh ngadalë dhe jo me nxitim, siç e bëni me njëri me emocione zakonisht. Pra, mesazhi i gjithë leximit është: shijo jetën, por mos e humb veten duke u krahasuar. Ti je vetvetja dhe je në rrugën tënde. Java sjell gëzim, energji dhe qartësi, por vetëm nëse kujton të mos krahasosh veten me askën tjetër. Je unik, të dashur, apo jeni unik, të dashur peshqi.